Befasuese Egli e Tako e thot hapur se ka bërë marrëdhënie seksuale, ndërka Gjesti e Rozana përplasin për nderin e Eglit. Ja çfarë u diskutua. Duket se tensionet midis Egli e Takos e banorëve të Big Brother VIP po vazhdojnë të përshkallëzohen. Kjo veçanërisht pas deklaratave të Xhibanit, teksa ky i fundit u rikthye në vëmendje në momentin kur në shtëpi pretendoi se Egli dhe Gjesti kanë pasur marrëdhënie intime, gjë që është dukur se edhe nga jashtë ashtu është parë e ka shkaktuar debate të forta. Egli ka reaguar prerë ndaj komenteve duke thënë edhe po pa ta bërë më lumt, e kam bërë nëse e kam bërë me një njeri që e kam shprehur se e dua, është shprehur ajo tepër troç duke mos dashur që t'i ikë përgjegjësive. E duket se ky po hip nga ana e saj, ka kthyer edhe Rozana duke etiketuar Eglin me disa nga fjalët më të ulta, teksa Egli është përgjigjur: "Ç'a të duhet ty me mua më e poshtër, unë nuk kam bërë seks, po edhe po kisha bërë e kam bërë me dikë që e ndjej." Ke dëgjuar fjalët e Xhibanit dhe ke mosh kas nga ato. Ty të vit turp që merresh me këto gjëra, je lojtare poshtër e manipulatore, mos u merr me Egli e Takon se të shkel me këmbë. Më pas Egli është kthyer dhe Xhibanit teksa e ka thënë: "Të pa Gjesti që kalove mbrën pranë krevatit dhe të provokoi duke lëshuar zëra, po ty të vit turp që i nxjerr të tilla zëra se të dëgjojnë edhe prindrit e mi, edhe po pa ta bërë për qefin tim e kam bërë ju të virgjër, më keni sharë të pasharën." Ka thënë Egli tepër e revoltuar, teksa në këtë moment ka qenë edhe Gjesti i cili është përfshirë në debat të ashpër me Rozana Radin pas informacioneve nga jashtë, teksa u bë nervoz me këngëtarin pasi ka qenë ajo që e përmendi banorëve këtë rast. Banori nga Kosova e quajti manipuluese duke dashur ta nxjerrë Eglin keq, teksa i tha: "Manipuluese e keqe, duke munduar të nxjerrësh vajzën keq, t'ja cënosh moralin. Kush je ti? Më shiko në sy, a është mirë me prek në moral një femër? Edhe nëse e ka bërë për vete, a je nënë e ti, a je halla e madhe, kush je ti?" I ka thënë Gjesti teksa e ka akuzuar se jashtë bën këngë për të mbrojtur femra, ndërsa në Big Brother gjithçka çka bën është të ul moralin e femrave.